njëherë, më duket sikur do më godasin kam mendim moment. Pyetjen time. Po kuptoj se i egzageron pi punë film se sa. Përdoren prime vëlla, mund si e mirë koka, iha. Po kinau çfarë? S'është për të kuptuar pyetjen tënde. Thjesht thash të vërtetën që çan ndjej. Kupton? Mos më viktimizo. Ajo Lori, Nuk po viktimizohem. Përdorën prime, nëse përdorën prime, ka më Thjesht nuk jam në situata të tilla dhe nuk do doja të më ndjej. Të themi këtë gjë, që ti e morë atë gjë që ndodhi, avantazhin e ke, dhe nëse e ballafaqon për ta rregulluar, sërish në dëshkimi është dhe ti sërish e ke fituar atë gjë. Thjesht ti ka shumë drejt Lore kur thotë mos më bi viktimizo. Nuk besoj Po se Mos abuzoj me rastin. Thjesht po them një pohim. Më pyete të dash një përgjigje? Më pyete? Po t'jap një këshill. Që në vijimësi nuk të ndihmon të jesh njeriu i sulmuar, sepse e nise me atë avantazhin që të dha, e shfrytëzove momentin për të Një person realisht i prehur nga kjo gjëja nuk ka reagimin që ke ti. Mendoj. Çfarë reagimi kam? aq më tepër që ti e prisje. Nuk ka këtë lloj kontrolli mbi emocionin e vet, këtë lloj përprekshmërie, këtë lloj menefregizmi nuk e ka. Krisi më aq më prat. Krisi është në ekstrem vigjilant. E prat kush po gabon edhe çaj, në çet rast gaboj apo. Edhe po do më përdor. Po vistu i bënjer, valloj nuk është morrë me thonë. Nuk përdor asnjë gjë, thjesht të vinë. Dhe unë vazhdoj. Për çfarë fjalë të sinqert? Fjalë